Përshëndetje. Arben Ahmeti, drejt për drejt nga adresa të Kanal 10. Shpesoj që jetë duke na ndjekur, nuk ta kemi shqetësuar ka zhvonë, po... Ju me të thonë të drejtën jo. Nuk jetë duke na ndjekur. Oke, jemi drejt për drejt, po bisedojmë natyrisht për zhvillimet në LDK, këthimin e Vjosa Osmanit. Sot në fakt Kujtim Shala tha që duhet kthehet edhe Agim Veliu. Po, keni çka bisedojnë? Ju ende jeni në LDK, apo? Ju jeni në LDK? Po, kam qenë gjithë dhe jam ende në LDK. Se pati dilema këtë nësi. Edhe besoj do t'jem. Dhe besojnë se do t'jesh. A do të kërkosh të rikthehesh në garë, t'i kthehesh garës? Nuk po e din çfarë konteksti po e bën. Në listë, në kandidat, në shpërshtat që shumë? Nuk e kam nërmen mo të kërkoj, sepse herën e kaluar kam bërë kërkesë publike që jam i gatshëm ta jap kontributin tim në subjektin të cilin e kam themeluar vetë, kam marrë për shumë vite fituese, kam kontribuar shumë. E kësaj radhe nuk e kam ndërmend që të kërkoj. Megjithatë, me që u hap kjo temë, ende me mua nuk ka biseduar askush prej strukturave të LDK-s, duke filluar nga kryetari, kryesia, deputet apo antar të Këshillit të Përgjithshëm, domethënë gjithë këta që po i përmendi këtu forumet të LDK-s, njerëz me funksione, asnjëri prej tyre nuk ka diskutuar me mua për çështjen e angazhimit apo të mos angazhimit. Kthimi i Vjosa Kjo është e vërteta, sepse po shoh këtyre ditëve që ka lloj diskutimesh, spekulimesh, e vërteta është kjo deri në këto momente kur po flasim bashkë. Qartë, kam një pyetje, zëte, unë pastaj ka dhe reagime nga paneli.